Gjesti bën një reng të papritur ndaj Jozit dhe Olës, zgjohuni se u bë vonë. Gjesti, gjithmonë në kërkim të momenteve argëtuese dhe provokuese, vendos të bëjë një reng ndaj Jozit dhe Olës, të cilët po flinin rehat në krevatin e tyre. Me një buzëqeshje dinake në fytyrë, ai afrohet ngadalë, duke mbajtur në dorë një shishe me ujë të ftohtë. Me hapa të lehtë dhe duke u siguruar që të mos zgjojë askënd para kohe, ai arrin pranë shtratit të tyre dhe, pa u menduar 2 herë, e hedh ujin mbi ta. Zgjohuni, se u bë vonë. Thërret ai me të qeshura, duke parë se si Jozi dhe Ola kërcejnë nga vendi të habitur dhe të irrituar. Ola, e lagur nga kokat e këmbët, bërtet, Gjesti, çfarë po bën? Je i çmendur apo çfarë? Ndërsa përpiqet të fshijë sytë e përgjumur dhe të kuptoj se çfarë po ndodh. Jozi, po aq i nervozuar, kthehet nga Gjesti dhe i thot me një ton të ashpër, ti s'ke punë tjetër përveç se të bësh budallallqe? Do ta shohësh tani çfarë do të bëj. Duke kërcyer nga krevati dhe duke e ndjekur Gjestin, i cili tashmë po vrapon duke qeshur nëpër shtëpi. Banorët e tjerë dëgjojnë zhurmën dhe dalin për të parë çfarë po ndodh. Disa prej tyre fillojnë të qeshin me situatën, ndërsa të tjerë e kritikojnë Gjestin për rrengun e tij të tepruar. A do të mbetet kjo një shaka e zakonshme apo Jozi dhe Ola do të hakmeren ndaj Gjestit për këtë rreng të papritur? Ola dhe Jozi bisedojnë për Gjestin, apo përsëritet historia? Në një nga bisedat e tyre të hapura, Ola dhe Jozi ndajnë mendimet e tyre për Gjestin dhe mënyrën se si ai po sillet me Loredanën. Të ulur në obor, larg vëmendjes së banorëve të tjerë, ata diskutojnë për sjelljen e tij dhe për atë që pritet të ndodhë. Po e sheh si po vepron përsëri? Pyet Ola duke tundur kokën. Ky Gjestin nuk ka të ndalur. Mënyra si po sillet me Loredanën është njësoj si me Eglin. Fillimisht i afron, i bën të ndihen të rëndësishme, pastaj i përdor për lojën e tij dhe në fund i lë pas dore sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Jozi, i cili gjithmonë ka qenë skeptik për Gjestin, përplas buzët me një shprehje mosbesimi dhe shton, e njëjta histori po përsëritet. Më kujtohet sa shumë Egli u përfshi emocionalisht me të dhe si përfundoi e sëmur nga gjithë kjo situatë. Tani, Gjestin po bën të njëjtën gjë me Loredanën. E mashtron me fjalë të ëmbla, e bën të besoj se është e veçantë dhe më pas, kur të mos i duhet më, do ta lërë të vuajë siç bëri me Eglin. Ola merr frym thellë dhe thot me ton të shqetësuar, unë nuk e di se çfarë sheh Loredana tek ai. Ajo duhet ta kuptoj që ky djalë është thjesht një lojtar i madh dhe nuk ka asnjë ndjenjë të vërtetë. Ajo do të lëndohet në fund, siç u lëndua Egli. Por nuk besoj se do ta kuptoj derisa të jetë tepër vonë. Jozi tund kokën dhe pshertin, po Loredana është kokfort. Edhe po i tham diçka, nuk na dëgjon. Ajo mendon se do të jetë ndryshe, por Gjestin nuk ndryshon për askënd. Ai vetëm luan dhe përdor njerëzit për avantazhin e tij. Të dy bien dakord se Loredana është në një situatë të rrezikshme dhe ndoshta nuk e kupton ende se çfarë po ndodh. A do ta shoh Loredana të vërtetën para se të jetë tepër vonë? Apo do të bjerë prej lojës së Gjestit, ashtu si Egli? Ola tallet me Gjestin dhe i hedh ironi, tension apo lojë mes tyre. Në një moment të qetë mes banorëve, Ola dhe Gjesti përfshihen në një bisedë që shpejt kthehet në një shkëmbim ironish dhe ngacmimesh. Ola, e njohur për humorin dhe mënyrën e saj të drejtpërdrejtë të folurit, e shikon Gjestin me një buzëqeshje ironike dhe papritur i thot, po rritu edhe pak, se për mua je ende shumë i vogël. Nuk të marr seriozisht, shko merru me Eglin se me mua nuk ke shanse. Banorët përreth qeshin dhe disa fillojnë ta ngacmojnë Gjestin, duke e shtyrë të reagojë. Gjesti, i cili nuk e lë veten pas në debat, buzëqesh me ironi dhe i përgjigjet, do me thënë pas kam nevojë të rritem për ty? Pse, moj Ola, ke frikë mos të pëlqej unë? Apo thjesht po mundohesh të më bësh xheloz? Ola qesh me ironi dhe tund kokën, xheloz? Me ty? Jo more jo, ti je akoma fëmijë për mua, nuk më mban dot. Ndaj shko më mirë te Egli, se ndoshta ajo të duron. Të gjithë banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Gjesti tund kokën me një shprehje të sikletshme në fytyrë.
A ishte kjo thjesht një batutë e rastësishme, apo Ola apo e vë gjestin në lojë me qëllim? Debati mes tyre vazhdon edhe më tej, me gjestin që përpiqet t'i kthejë batutat Oles, ndërkohë që banorët i shikojnë me kurreshtje. A do të përshkallëzohet ky debat në diçka më serioze, apo është thjesht një lojë mes tyre? Gjesti dhe Danja ndajnë të njëjtin krevat, një natë mes shakave dhe të qeshurave pas një dite të gjatë plot debate, lojra dhe situata të tensionuara në shtëpinë e Big Brother. Gjesti dhe Danja vendosin të ndajnë të njëjtin krevat për t'u çlodhur. Teksa shtrihen pranë njëri tjetrit, Danja duket paksa në siklet, duke qeshur me nervozizëm dhe duke lëvizur her pas here, ndërsa Gjesti, me stilin e tij të zakonshëm të qeshurave dhe shakave, e vëren menjëherë. Mos u shqetëso fare, pa merak. Unë jam djalë serios, nuk bëj asgjë. I thot ai me një buzëqeshje të madhe në fytyrë, duke tentuar ta qetësojë Danjën, por njëkohësisht edhe duke e ngacmuar me batutat e tij. Danja fillon të qesh me zë, duke e shtyr lehtë Gjestin me dorë dhe duke i thënë: "Hëmo, lëri këto, se ty nuk të besohet asgjë. E di që je gjithmonë me hile." "Po të isha me hile, do të më kishe kuptuar me kohë", i përgjigjet Gjesti me ironi, duke e parë me një vështrim të thellë, ndërsa e gjithë situata shoqërohet me të qeshura dhe lojra fjalësh mes tyre. Teksa vazhdojnë bisedën e natës, ata shkëmbejnë mendime mbi lojën, mbi marrëdhëniet e tyre me banorët e tjerë dhe mbi gjithçka që ka ndodhur deri më tani në shtëpi. Danja e pyet Gjestin nëse ai është duke luajtur një lojë me ta apo nëse po bëhet serioz. Gjesti, me stilin e tij të zakonshëm, shmang një përgjigje të drejtpërdrejtë dhe thjesht i buzëqesh, duke lënë gjithçka të hapur për interpretime. "E po, le të shohim se çfarë do të ndodhë", thot ai, duke e mbyllur bisedën dhe duke u kthyer në anën tjetër për të fjetur, ndërsa Danja mbetet duke qeshur, por edhe duke menduar nëse duhet t'i besoj apo jo fjalëve të tij. A është ky një moment i pafajshëm mes tyre, apo Gjesti po përpiqet të krijojë një tjetër dinamik në lojë? Debat jashtër mes Gertës dhe Laertit, tensioni shpërthen në shtëpinë e Big Brother. Mbrëmja nis e qetë në shtëpinë e Big Brother, por pa pritur një debat i fortë shpërthen mes Gertës dhe Laertit, duke i lënë banorët të habitur nga intensiteti i përplasjes. Gerta, e nervozuar nga disa komente të Laertit, i ngre zërin dhe i thot prerazi: "Ti je një manipulues i pa skrupull. Nuk mund të durosh askënd që të kundërshton dhe vetëm luan me njerëzit këtu brenda." Laerti, i qetë në fillim, buzëqesh me ironi dhe i përgjigjet: "Po shiko kush flet. Ti je personi më i hidhur këtu, gjithë ditën duke kritikuar dhe ofenduar të tjerët. Mos kujto se je më e mira." Gerta nuk përmbahet më dhe, me një ton gjithnjë e më të lartë, i drejtohet: "Ti nuk ke as ndjenja, as ndërgjegje. Je thjesht një psikopat që sillet sikur i di të gjitha. Manipulon, ofendon dhe bën lojra të pista me njerëzit." Banorët mbeten të habitur nga fjalët e saj, ndërkohë që Laerti ngre vetullat me ironi dhe i afrohet duke thënë: "Ah, psikopat? Po ti moj Gerta je një shpirtkeqe që vetëm për veten tënde mendon. Ti s'ke bër asgjë tjetër këtu përveç se ke futur përçarje mes njerëzve." Gerta, tashmë e acaruara në maksimum, tund kokën dhe i thot: "Të paktën unë nuk shtirem si ty. Ti je i rrezikshëm, sepse bën sikur je i sjellshëm, por në fakt je një mashtrues i madh." Situata bëhet gjithnjë e më e tensionuar, banorët përpiqen të ndërhyjnë, por Gerta nuk ndalet: "Ti nuk ke fare karakter. E kupton që askush nuk të beson më. Ti mendon vetëm për lojën tënde dhe as që të intereson kush lëndohet rrugës." Laerti, tashmë i nervozuar, bërtet: "Dhe ti kujton se je më e mirë? Ti je një hipokrite që flet për moral, por në fakt je e pabes." Gjithë ky viktimizim myt është qesharak. Disa banorë përpiqen të shuajnë debatin: "Mjaft tani, po e teproni", thot Rozana, duke tentuar të ndalojë përplasjen. Por Gerta dhe Laerti vazhdojnë të debatojnë, ndërkohë që tensioni në shtëpi arrin kulmin. Pyetja që mbetet është: a do e kalojnë këtë përplasje, apo ky debat do t'i kthejë ata në armiq të përhershëm? Laerti dhe Gerta përplasen ashpër në mes të shtëpisë, tensioni mes tyre arrin kulmin, ndërkohë që banorët ndodhen në sallon dhe po diskutojnë për nominimet dhe strategjitë e lojës. Një debat i fortë shpërthen mes Laertit dhe Gertës. Situata nxehet brenda pak sekondash dhe të dy fillojnë të bërtasin njëri tjetrit.
Ti nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të fusësh hundët në punët e të tjerëve. I thot Laerti me nervozizëm, duke e parë Gertën me inat. Gerta nuk qëndron e heshtur dhe ja kthen menjëherë, ti s'mund të më mësosh mua se si të flas apo si të veproj. Unë thjesht them të vërtetën, dhe ti nuk e duron dot. Laerti, tashmë i acaruar, afrohet edhe më shumë dhe e shikon me përbuzje. Po cila e vërtet moj Gerta? Ti je thjesht një gazetare e mbaruar, që vetëm flet kod dhe shpik gjëra për të bërë zhurmë. Banorët e tjerë ndalin bisedat e tyre dhe fillojnë të ndjekin me vëmendje debatin, disa prej tyre përpiqen të qetësojnë situatën, por Gerta nuk ndalet. Unë gazetare e mbaruar? Hajde dëgjo çfarë thot. Po ti je thjesht një njeri pa personalitet, që s'ka asnjë vlerë për këtë lojë. Bërtet ajo, duke i bërë me dorë Laertit. Laerti qesh me ironi dhe vazhdon, e po normal që do e thuash këtë, sepse e di që nuk ke asgjë tjetër për të ofruar këtu. Flet gjithë ditën për të tjerët sepse ndryshe s'të përfill njeri. Situata sa vjen dhe acarohet më shumë, dhe disa prej banorëve fillojnë të ndërhyjnë, hajde, mjaft tani se po e teproni. Thot Rozana, duke u përpjekur të shuajë debatin. Por Gerta dhe Laerti nuk ndalen. Unë të paktën nuk bëj lojra të ndyra dhe nuk manipuloj njerëzit si ti. I thot Gerta me zë të lartë. Laerti ja kthen menjëherë, ti nuk ke as strategji, as lojë, as gjë. Je thjesht një llafazane që mundohet të tërheqë vëmendje me debate boshe. Banorët shikojnë njëri tjetrin të habitur nga intensiteti i debatit dhe duket qartë se kjo përplasje nuk do mbarojë shpejt. Tensioni është në kulm dhe pyetja e madhe është, a do arrin të pajtohen Gerta dhe Laerti, apo ky debat do t'i kthejë ata në armiq të përhershëm brenda shtëpisë? Gjesti tallet me Jozin dhe e provokon me batuta ironike, duke shkaktuar të qeshura dhe tension mes banorëve, ndërsa të gjithë banorët ndodhen në sallon duke biseduar dhe bërë shaka. Gjesti, si gjithmonë, nuk humb rastin për të thumbuar Jozin. Ai e shikon atë me një buzëqeshje ironike dhe, me një ton provokues, i thot, hëmë Jozi, ti trupin e paske të madh, po trurin e paske më të vogël se një arë. Po jo vetëm kaq, ka diçka tjetër të ty që është më e vogël. Dhe e shikon me një vështrim ngacmues. Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Jozi ngre vetullat dhe e shikon Gjestin me habi. O Gjesti, kujdes çfarë thua se mos del ndonjë sekret për ty që s'ta pret mendja. Ja kthen Jozi, duke u përpjekur ta mbajë situatën nën kontroll. Gjesti vazhdon të tallet dhe e ngacmon më tej. Ha ha ha, çfarë sekreti më Jozi? S'ka nevojë për sekrete, se çdo gjë shihet me sy të lirë. Ti je si ato paketimet e mëdha që brenda kanë shumë ajër e pak produkt. Banorët e tjerë qeshin dhe disa prej tyre fillojnë ta ngacmojnë edhe më shumë Jozin, duke e shtyrë të reagojë. Jozi, si thua? A ka të drejtë Gjesti apo do na provosh të kundërtën? Ngacmon Rozana me të qeshur. Jozi e shikon Gjestin me një buzëqeshje të përmbajtur dhe i afrohet duke e shtyrë lehtë me shpatull. Hajt më, mbaje mend këtë, se do të ta kthej unë ndryshe. Kujdes nga karma, Gjesto. Por Gjesti nuk e lë me kaq. Ai e shikon me ironi dhe i thot, ha ha ha, Jozi, unë nga karma s'kam frikë, po ti ke frikë nga e vërteta. Hajt, lëre këtë muhabet se s'ke për të më kapur dot me fjalë. Situata bëhet edhe më gazmore, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë të komentojnë batutat mes dy djemve. Jozi duket i përmbajtur, por e ka marrë si sfidë për t'ia kthyer Gjestit në një moment tjetër. Kjo përplasje mes tyre vetëm sa po bëhet më interesante. Gjesti ngacmon Olën me një batut flirtuese dhe krijon një atmosferë lozonjare në shtëpi, ndërsa ndodhen në obor. Gjesti dhe Ola shkëmbejnë batuta mes njëri tjetrit dhe si gjithmonë, Gjesti nuk lë rast pa e ngacmuar. Ai e shikon me një buzëqeshje të lehtë dhe, me një ton lozonjar, i thot, e vogël je ti, por unë të mbaj në ajër. Nuk të lë as të prekësh këmbët në tokë. Ola qesh, duke tundur kokën me habi. Hëmo Gjesti, s'po na lë rehat fare, gjithë këto fjalë të ëmbla. Çfarë po përpiqesh të bësh? I përgjigjet ajo me ironi, ndërsa e shikon drejt në sy. Gjesti, i njohur për lojrat dhe flirtet e tij, vazhdon ta ngacmojnë, duke e marrë për dorë dhe duke bërë sikur do ta ngrinte në ajër. Ai afrohet edhe më shumë dhe i thot, unë ta kam thënë, s'ka rëndësi sa e vogël je, unë të mbaj.
Ti veç më beso, se unë jam djalë i fortë. Ola qesh me të madhe, ndërsa banorët e tjerë që po i shikonin nga larg, fillojnë të bëjnë zhurmë të komentojnë, po shiko gjestin si po e gjuan Olën. A është ky fillimi i një romance të re apo thjesht një shaka? Pyet një nga banorët me të qeshura. Gjesti, i vetë kënaqur nga reagimi që mori, i bën një shenjë syri Olës dhe i thot: "E she? Tani të gjithë po flasin për ne. Hajt, ta lëm të vazhdoj loja." Ola, megjithse e di që Gjesti është tip lojtar, nuk mund ta mohoj që i pëlqen vëmendja dhe ngacmimet e tij. Situata mbetet e hapur dhe mbetet për t'u parë nëse ky flirtim është vetëm një lojë apo diçka më shumë. Ola dhe Jozi bashkojnë forcat kundër Gjestit, tallje, ironi dhe një debat i nxehtë në shtëpi. Në një moment të papritur, Ola dhe Jozi vendosin të bëhen aleat për të ngacmuar dhe provokuar Gjestin, duke e vënë atë në qendër të talljeve të tyre. Ndërsa ndodhen në obor, të dy fillojnë ta ironizojnë Gjestin për sjelljen e tij brenda shtëpisë, duke e cilësuar si një fëmijë të vogël. Jozi, me një buzëqeshje ironike, i drejtohet Gjestit: "Ore ti je akoma beb, s'ke dal akoma nga pelenat. Si ka mundësi që ti e merr gjithçka si lojë?" Ola qesh me të madhe dhe e mbështet Jozin duke thënë: "Po pra, Gjesti, je si një fëmijë që qan kur nuk i shkojnë gjërat siç do vet." Gjesti, i njohur për krenarinë e tij dhe për mënyrën se si nuk i lë të tjerët ta tallin, nuk e pranon lehtë këtë situatë. Ai i shikon të dy me një vështrim sfidues dhe përgjigjet: "Hë pra, ju duket vetja shumë të rritur ju të dy? Ju mendoni se unë jam beb, por në fakt, ju jeni ata që s'dini si të luani këtë lojë. Ndaj keni mbetur duke u marrë me mua." Ola dhe Jozi nuk ndalen me kaq. Ata vazhdojnë ta ngacmojnë Gjestin duke e imituar dhe duke e quajtur beb i përkëdhelur, ndërsa banorët e tjerë i shikojnë me kurreshtje dhe disa prej tyre qeshin. Në një moment, Ola e imiton mënyrën se si flet dhe si silet Gjesti, duke bërë që Jozi të shpërthejë në të qeshura. Unë jam Gjesti dhe dua të jem gjithmonë në qendër të vëmendjes," thot ajo me një ton të egzageruar. Situata nis të nxehet dhe Gjesti, i irrituar nga ngacmimet, u thot atyre të dy që po e teprojnë: "Shikoni punën tuaj më mirë. Ju që po më tallni mua, por vet as lojë nuk dini të bëni. Nuk kam pse të merrem me ju," thot ai, duke u larguar i nervozuar. Por Ola dhe Jozi nuk ndalen dhe vazhdojnë të qeshin, ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet edhe më elektrizuese. Nuk dihet nëse ky debat do të mbetet vetëm si një shaka apo do të çojë në një përplasje më të madhe mes tyre në ditët në vijim. Debat i ashpër mes Rozanës dhe Danjës, akuza të forta dhe tension në shtëpinë e Big Brother. Gjakrat janë ndezur sërish, këtë herë mes Rozanës dhe Danjës, të cilat kanë pasur një përplasje të ashpër me akuza të drejtpërdrejta dhe ofendime të forta. Gjithçka nisi gjatë një bisede në kuzhinë, ku Rozana, e irrituar nga disa veprime të Danjës, vendosi të shprehë mendimin e saj pa doreza. Ajo e akuzoi Danjën se po e përdor trupin e saj për të tërhequr vëmendje dhe për të pasur ndikim në shtëpi. "Ti vetëm për vëmendje je këtu. Gjithë ditën me rroba të ngushta, duke nxjerrë trupin dhe duke provokuar. Pastaj çuditesh pse të tjerët flasin për ty," tha Rozana me një ton të ngritur, duke bërë që disa nga banorët e tjerë të kthenin kokën nga debati. Danja u ndje e fyer dhe nuk vonoi t'i përgjigjej: "Rozana, ti nuk ke të drejtë të më gjykosh. Unë vishem dhe sillem si të dua, nuk kam nevojë për lejen tënde. Nëse të shqetëson kaq shumë, mos më shiko." Por Rozana nuk u ndal këtu. Ajo e quajti Danjën të pamoralshme, duke nënkuptuar se mënyra e saj e të sjellurit nuk ishte e përshtatshme. "Moralin as që e nje. Ti je e gatshme të bësh gjithçka vetëm për të marrë pak vëmendje. Nuk e di si nuk të vjen turp," tha ajo, ndërkohë që tensioni sa vinte e rritej. Danja u acarua akoma më shumë dhe ju afrua Rozanës, duke i thënë me një ton të ashpër: "Ti je njeriu i fundit që mund të flas për moral këtu. Shiko veten tënde përpara se të më gjykosh mua." Disa nga banorët e tjerë ndërhyn për t'i ndarë dhe për të qetësuar situatën, por debati la pas një atmosferë të rënduar dhe një raport të prishur mes dy vajzave. A do të arrijnë ato të sqarohen apo ky konflikt do të thellohet edhe më shumë? Kjo mbetet për t'u parë në ditët e ardhshme. Sherr mes Danjës dhe Rozanës.
Akuzat për interes dhe hipokrizi. Në një moment tensioni në shtëpinë e Big Brother, Dania dhe Rozana përplasen ashpër, duke shkëmbyer akuzat të forta. Dania, e irrituar dhe e bindur se Rozana po luan një lojë të dy fish, e akuzon atë hapur se qëndron pranë Gjestit vetëm për interes. Ti je një njeri pa fytyrë, Rozan. I tha ajo me një ton të lartë, duke e shikuar drejtë në sy. Gjithë kohën qëndron me Gjestin vetëm sepse të intereson të jesh në qendër të vëmendjes dhe të përfitosh nga loja e tij. Ti nuk ke as pak dinjitet dhe as nuk të intereson nëse ai po luan me ty apo me të tjerët. Rozana, e kapur në befasi nga sulmi i papritur i Danjës, ngriti vetullat dhe u mundua të ruante qetësinë, por nuk mund të mos e kundërshtonte atë që po dëgjonte. Po ti kush je që të më japësh leksione mua, i tha ajo me ironi. Më shikon mua të rri me dik për interes? Unë të paktën nuk kam nevojë të viktimizohem si disa këtu brenda për të marrë vëmendje. Dhe po, qëndroj me Gjestin sepse dua, jo sepse më detyron dikush. Dania nuk u tërhoq dhe vazhdoi të sulmonte. Ajo e akuzoi Rozanën se e dinte shumë mirë që Gjesti po e përdorte, por sërish vazhdonte të rrinte me të, duke mbyllur syt për gjithçka. Ti je e pa fytyrë, Rozan. Në fillim mbaje anën e vajzave këtu dhe bëje sikur po i kuptoje, por tani ke kaluar në anën tjetër. Ke harruar si qaje për Eglin? Si thoshe që Gjesti e përdori? Po tani çfarë ndodhi? Apo është më e lehtë të jesh me atë që ka më shumë vëmendje? Banorët e tjerë, të cilët po dëgjonin nga afër këtë debat, nisën të komentojnë mes tyre dhe disa prej tyre dukeshin të pajtoheshin me Danjën. Rozana, nga ana tjetër, nuk e pranoi asnjë nga akuzat dhe tha se Danja thjesht po përpiqej ta ulte për ta bërë veten të dukej më mirë. Unë nuk I jap llogari askujt për vendimet e mia, sidomos ty, tha Rozana, duke u larguar me nerva. Duket se ky debat I ka thelluar edhe më shumë përçarjet mes banorëve dhe tani mbetet për t'u parë nëse ky sherr do të ketë pasoja më të mëdha në marrëdhëniet e tyre brenda shtëpisë.